Koalicioni vlen i përbër nga disa subjekte politike, pritet që në një të ardhme të afërt të formalizohet si një partie vetme politike. Procesi i bashkimit tashmë ka hyrë në një fazë të avancuar, ku të gjitha partitë përbërëse, duke përfshirë Lëvizjen Besa, Lëvizjen Demokratike dhe ASH-n e mbetur në qeveri, kanë ndërmarrë hapa konkrete drejt shkrirjes së strukturave të tyre organizative. E fundi që bëri këtë hap është edhe Partia Alternativa, të cilët e kanë autorizuar kryetarin e partisë Bekim Sali që t'i vazhdojë negociatat për unifikimin e Vlenit, duke e pasur mandatin e plot për secilin vendim. Vendimi i Alternativës për të bashkuar në subjektin e ri politik Vlen e kanë përshëndetur edhe nga koalicioni Vlen. Sipas tyre, unifikimi i Vlenit e drejt realitetit politik edhe se procesi i unifikimit ka nisur dhe nuk ndalet. Çdo hap që po hidhet në këtë drejtim dëshmon se vlen po ecën sigur drejt konsolidimit për një parti të vetme, si përgjigje e qartë ndaj kërkesës së shqiptarëve për bashkim, forcë dhe përfaqësim të denj. Pikërisht për këtë arsye ky proces përcillet me shpresë nga shqiptarët dhe me shqetësim nga ata që për vite me radhë e kanë trajtuar përfaqësimin si pronë të tyre private. Kujtojmë se koalicioni Vlen u formua në fillim të vitit të 2024 në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në mashininë e Veriut. Fillimisht ai funksiononte si len i përbër nga Lëvizja Besa, Lëvizja Demokratike dhe Alternativa. Më pas, këtij bashkimi u bashkua edhe Alanca për Shqiptarët e Arben Taravarit, duke zgjeruar koalicionin dhe duke shndruar atë në Vlen. Ndërkohë, në një zhvillim të mëvonshëm politik, Arben Taravari u largua nga qeveria dhe njëkohësisht edhe nga Vleni, por koalicionit para zgjedhjeve lokale ju bashkua Lëvizja Arbëria.